Që ja vendosin familja. Që qofse traton ti, burja vrisë e gruan ti. Është në kanon. Por nuk zbatohesh kur. Sepse a i pishek në paj, do ishte që ky buri është abuzuar. Po ndimon që ndimon që jo, e zëm se po, që ky bur. Jo, profesor, po nëse Gjergji thot që nuk ka ekzistuar, dhe ju thoni që ZRS, atëherë kemi ndërhyrë në kanon. Metaforë. I kanë vënë fishekun në paj, fishek s'ka pas në kohën e Elbagjit, ka pas vetëm shpat. Mund të kenë vënë shpat. Ku do vinde ky buri, ku e zëm se gruaja me Jaranin, ke drejta Romake, ke drejta Napoleonit, e gjeti buri gruan e vriste në vendi. Nësa kanuni nuk e ka këtë vrasje, sepse do hy buri, do trokollisi nder me zile, porte jashtme, do t'i bjeri kusive me shelëm në atë koridori nga porte jashtme ke porte brëndshme. Do hy ke porte brëndshme, a Jarani, aty Jarani, s'ka ikur akoma, do hy ke porte brëndshme, do trokollisi, pasaj do hy ke porte ati, po e gjeti, ati e bashka s'ka ikur akoma, era ati dhe nga kati dytë bje fjalla, dhe po e gjeti, duhet të marri fishekun ose shpatën edhe me një kodit me t'i vrasi të dy. Ndryshe ju në gjak edhe me dy gjaqe. Pra e pa mundur. E njëta gjë është e pa mundur që ti kur ke vrarë, hynë të shkulla e ngujimit, dhjetë djepi përmbys, e shua për jo. Djepi përmbys, që kur të vi këtë do falin gjakun, pra do përnojnë pleqnia, 12 bura këtej, 12 tej, që betohen për një gurdi, që është pa lëvisim, betohen që do vënd drejtësim pra. Dhe kur vinë tati, edhe kjo do të kaloj mbi fëmijin e përmbysur, që nuk e bëndot prind atë gjede. Dhe që bon, e merë djepi dhe e këten, do të tje falin gjakun. Në 100 raste mund qëllonde që nuk e falte e tjere. Pra, këto, kështë sa gjera.